Miqtë e emisionit Fol ju përshëndes nga Durrësi. Kemi ardhur në një nga zonat më të goditura nga përmbytjet. Sot nuk ka ujë, por para 3 ditësh në këtë vend ku ndodhem unë, ka patur gati 1 metër ujë. Kjo është lagja numër 14 e Durrësit, rruga e Kepit të Rodonit. Këtu janë me dhjetra shtëpi të përmbytura, me dëme kolosale. Dhe banorët thonë se nuk ka ardhur kush, tu marrë mendimin ore pse mbytet kjo lagje. Unë i kam mbledhur banorët sepse ata janë shumë të indinjuar. Në fakt, ata e thonë me plot gojën që kanë ardhur grupet në terren për bërë vlerësimet, po a më mjafton kaq? Sipas banorëve ka një arsye shumë të madhe pse kjo lagje mbytet. Por ata nuk janë dëgjuar. E këtë që nuk e ka bërë qeveria apo bashkia ta bëjmë ne sot, por t'ju açuar, le të themi përmes medias, përmes emisionit Fol, të vërtetat pse mbytet lagja numër 14. Banor, faleminderit. Ju faleminderit juve. Faleminderit që jeni bërë bashkë pjesë e këtij emisioni. Më troq se kaq në rrugë madhe jemi. Babe, ç'a ndodhi këtu, unë përmbytet ju? Këtu te ku jemi ne tani aktualisht, ku ka vënë 80 cm ujë. 80 cm këtu. Edhe makina këtu prishën gjitha. Imagjino atje poshtë që është akoma më. Atje është më thellë, po këtu vati 80 cm. Nuk futet dot. Ato çizën thënë mbuloqin. Këto ishin kot, 15 hiç, po të kisha ardhur. Vetëm se do të zhvishe, shumica njerëz zhvishesin këtu dhe iknin. Po ku shkonin më bashkë? Iknin ku të vinin. Për çfatuar, ëh? Po, nevojë se më morë në një gjohë me ongër se 4 ditë u ka pasu ujë. Ka qenë katastrofik këtu. Asnjëherë nuk kam 30 vjet që banoj. Ka qenë katastrofik. Por mbytet shtëpi e parë që mund aty llogaritë ai tjetër që ka atje në fund fare. Ai kishte këtu ujë, unë pasa këtu. Dhe problemi është sepse hidrovorët i hapën rashi tërë natën, tërë ditën, ata ndark i hapën. Edhe policia te i mbushur kanalet, gjithmonë atëre i hapën. Po si e vërtet se do me këtë që... Donin urdhër ata, kishin qeta mbysin Durrësin vetë. Pra, po thuaj që nuk e hapën qëllimisht? Drejtuesit që merren me hidrovorët, janë të papërgjegjshëm, marrin paratë se janë kat 5 vetë, janë bosa. Edhe, nuk pyesin për popullin e thjeshtë. Dua të theksoj që kemi pasur në punë gjatë gjithë kohës të 2 hidrovorët e qytetit të Durrësit me kapacitet plot, por dhe ato të hamallajt, siç e përmendi dhe drejtori këtu, me një kapacitet më të pjesshëm sepse është në proces rikonstruksioni. Durrësi ka pasur një problematik të theksuar gjatë orëve të paradites në rrugët kryesore të qytetit, në lagjen 12, në lagjen 17, lagjen 18, lagjen e Durrësit të ri, siç e përmenda. Kemi pasur një kontakt drejt për drejt me qytetarët, e kuptojmë që është një situatë e jashtëzakonshme, por ne do të vazhdojmë të jemi në terren për gjithë kohën si do të jetë e nevojshme. I duan të mbysin një pjesë i dërguan jashtë shtetit, një pjesë i mbysin. Kanali këtu është gati 150 metra, është një kanal që është i pa pastruar, ka 30 vjet nuk e pastrojnë. Ai është kanali që mbledh gjithë ujërat. Ai mbledh ujërat tërë jetë atje te kanali i madh, pa ata se pastrojnë. 100 herë është bërë kërkesa në bashkie, nuk e pastrojnë kanalin. Prishim avlliet marr. Avlliet janë për shembull një pjesë që nuk duan. Prishja është film prishja. Pse të mbytet mua për kefin e X-it se do. Për 2 veta që nuk prishin atë. Këtu ka mbrit puna, do të 2 veta mbajnë peng gjithë lagje. Po. Kam qenë mbi 15 herë ke bashkia. Mere që se nuk të dëgjoj kështu pa. Unë kam qenë që në 2015 jetën ke bashkia. Po hyj se vit për vit. Aha. Edhe do e bëjmë, asi gjos kam bërë. Për puna vllesh, ore kam thonë 100 herë merr temën bone. Shembull prishe temën s'dutja di fare, vetëm bëj kanalin. Kush nuk do, ti kanë nga ka ardhur. S'ka zgjedhje tjetër shoh. Tani ky problem është i ka hershëm apo këtë ka herë, se vjet ka qenë, terra ka qenë më shumë, po çdo herë e ke unë fëmin tem nuk e çon në shkollë, sa herë dishi. Në rregull? Asnjëherë. Kom qenë anku prapë ke bashkia, as me fugon fëmia nuk shkon, nuk pranon. Vetë fëmia sa ashtu ka qenë me probleme, nuk e çon nusja në punë, aty në shkollë. Çfarë zgjedhë paguaj lek për të çu fëmin në shkollë, edhe gruan e kam heqën ka puna. Çfarë zgjedhë ti bëj? Paguaj me ato taksa. Po më aq të lekë se kam paguajtur gjithë ato taksa me gjithë vllanun, ai 300 metra kanal është gjithsej. I bi me kishte bën me tuba inox, jo me tuba betoni. Shturpë faqëzet. Tani ju rrugën e keni të mirë. Kur bën këto rrugë, pse nuk futën tuba çona? I kam thonë më sa herë kam qenë, kam thonë, pse se merrni marr, se thonë ata do e bëjmë rap. Mirë, dakor. Filloje nga Durrësi, ai shkon Shkozet ose filloi nga Shkozeti hajde në Durrës. Pse një rrugë e bën, një kanal e bën, një jo. Pse i bën kështu?
Punë partisht tash. Kjo rruga këtu tërheq ujë, nëse bie ujë këtu unë shoh apo Ku do tërheq ujin ai kanali është i blloku. Janë blloku kanalet. Pra gjithë këto shkojnë nga i kanali i bllokuar. Po, kanali është i blloku. Që ka kot këtu. Të janë kod me kanali, po sa hapë kanali aty s'ka zgjedhje. Kanali jam mush poshtë. Unë kam qenë Do shkojmë direkt mbas emisionit, atë do dokumentojmë. Kam qenë 2015 që veki bashkia vit për vit. Po kur ka filluar problemi i madh? Problemi i madh, dëgjoni, unë jam banor i Lajës 14, rruga 14 ashtu ke Pirotonit, Po, afër ambulancës. Po. Ka 25 vjet që ka marrë këtu dhe ka marrë me jetu për kënaqësinë time me fëmijët, me mbesa. Unë jam shumë i zhgënjur që ka marrë. Dhe çunat e mi më kanë dalë jashtë që jam shumë i pakënaqur. Qeveria, bashkia të mbajnë përgjegjësi për ne, ose për ndryshe ne nuk mund të jetojmë. Kjo është arsyeja ne që kemi dalë këtu për të kërkuar drejtën tonë. tani ju ka mbledh dikush kështu për t'u pyetur Jo, çfarë hallesh ne keni? na kanë dëgjoj, ne flasim nuk flasim as për PD-n as për PS-n. S'ka PD Flasim këtu, si tu flitet popull, unë kanali. kam dalë me ndërgjegje për arsye se kur jemi mbytur për 4 ditë, më shfutur ujë 40 cm në katin e parë dhe janë prish të gjitha gjërat. Unë me bicikletë si gjysht jam 75 vjeç, u kam siguru fëmijëve buk, i kam qu buk prej anesi këtu s'kardh fare, asnjëni. Pa mes ujit ke ecë Po, me bicikletë kam ke. qenë i zbathur me mbathje. Edhe bicikleta deri këtu, edhe tani, ç'a kërkojmë ne? Kërkojmë nga institucione shtetërore të zhbllokohen këtu kanali kryesor 1. Po, që është ky i madhi këtu. Po, kanali këtu ku jemi është një kanal 2. Është kanale dytësore më tan 3, që jetojnë të paktën 350 familje këtu. Dhe ne kemi dhënë kontributin ton. Se unë kam punu 45 vjet punë i kam dhënë shtetit ton. I kam dhënë me taksa me sende jetojmë. Jemi shumë të rregullt Ta kuptoj. me taksa me Tani sende. ti the kanali këtu. A Po. ka një kanal të pastruar në lagjen tuaj? Në lagjen ton nuk ka të pastruar. Pra të gjithë kanalet janë? Po, bashkia na ka dhënë fjalën disa herë se ki kanal këtu që jetojmë Po. ne, do ta zhbllokojmë. Ajo ishte një vër në ujë. Nuk e kanë zhbllokuar. Kur e kanë bërë këtë premtim? Ti jemi konkret. Konkret në vitin kur e kemi bë rrugën ne. Çdo vit e kanë bërë. Çdo vit e kemi bë problem ne. Çdo vit bashkim është bërë. Bashki. Por çdo vit këtë njëjtin Po, premtim. po, çdo vit. E njëjta gjë është. Po Ne- më bab, si gënjeni çdo vit o buri dot, se si thoni hajde mor ti zotëri, ti me kollare. Hajde kur të Unë i kam përmbytën. thënë, i kam thënë kri inxhinierit i kam thënë kri inxhinierit të Do t'i japim verifikojmë. kështu të bëjmë një ndrim portash. Ai të vinë në shpinë time, unë shkoj te bashkia. Po. Shiko kërkesa e fundit. Kjo është kërkesa e fundit. Kërkesa e fundit për të kolluar në shtator. Po, është shumë e freskët. Kjo 16/9/2025. Pas kanë ngjitur minimumi 60 kryetar familjes. Që i bie për nga 4 minimalisht, i bien 64, gati 300 vet i ke këtu një herë familja. Po janë edhe më shumë, janë edhe më shumë. Për të kolluar. Ke edhe më shumë, po hajde 3. Dhe Na do t'i fotografojmë këto pastaj? Po? Jo, unë kam fotografi tjera. nga aha. është masi orë që të bëm këtë protokolli, më mori zotërin telefon Po, nga bashkia besoj. nga bashkia. Po, shumë mirë bën. Dhe më tha, zotëri tha unë vetëm iskavator kam. Bashkia Durrës ka Po, vetëm një eskavator? Vetëm iskavator tha. Tha, mund të vita ta shohim? Thash patjetër. Hajde, po ja shpjegova ku jeni tha. Shpila me odhë kam qenë, tha unë atje. Po nuk bëjmë dot gjë. Pse tha? Nuk ka nga hymë ekskavatori, tha se janë të gjitha vllija, zonë me vllija. Po shiko, ha. Ne s'kemi si e bëjmë. Atje o zotëri, hajde po shumë shkanale. Nëse Do shkojmë direkt sa të marrë Nëse- emisioni fjalë për fjalë. nëse kuptoj. ju thash nuk hyni dot me ekskavator për po me nga vllijave, mund ta bëni ndryshe. Se ajo maksimumi 50 tuba do. Duke pastruar, shtro tuba, pastro, dhe i del në fund. Pra, Sa e që është fillon nga ana tjetër, nga ana tjetër. nga ana e kanalit. Po tha s'kemi fonde tha. Bashkia jo nuk ka fonde për 50 tuba
betoni. Po mirë më kur e shtruan të rrugën, nuk e parashikuan që ku të shkoj ky ujë. Sepse ka shtrojnë rrugën sot dhe çajnë nesër, sepse kanë haruar për shtru tubat. Tubat e elektrikut apo tubat e shkarkimit të familjeve në ujë rëndësishme. Këto e bëza për sy e faqe vëllai. Edhe ju ka rrezik prapë, po të bjerë shiu I parë, juve prapë një Patjetër. Unë jam rrit këtu. S'kishe bova kini herë. Kishe pas. Ka pas përmbytje të vogla. Po për punë 2-3 orë shikte. Vjetë dhe si mjetë, ka qenë katastrofë. Po mirë, shpjegim logjik ka përveç kanalit, se kanalin aty e ke pastrur, ti pa pastruar, po ti nuk je mbytur. Po, Durrësi ka patur edhe më shumë shi. Ne jemi Kjo vit është përmbyt. Nuk e di punë hidrovorit çfarë thon njerëzit, nuk e di, se nuk jemi ekspertë e saj. Po kjo është situata. Çfarë do bëni ju tani përveç do mbeteni tek denoncimi publik përmes medias edhe kësaj apo keni ne shpresojmë që njerëzit të legjësohen, të mblidhemi gjithë dhe të bëjmë maksimumin që mund të bëjmë ne si popull. Sa bëhen komplet lagja thanë? Lagja është e madhe. Lagja 14 është lagja mund të jetë lagja më e madhe e Durrësit. Sepse ka histori të madhe. Ju secili denonconi në rrugën e vet. Jeni bërë ndonjëherë bashkë të gjithë zona, sepse të gjithë flasin në Është e vështirë të bësh 2 shqiptar bashkë. Është e vështirë. Të gjithë në heshtje çajnë hallin e vet, po është e vështirë. Se çështja është, po nuk ngritët zërin sot, po nuk u bën ndërhyrje ke kanali, edhe kjo që po bëjmë është 5 me hiç pastaj. 5 me hiç është. Ne luftojmë që të çojnë zërin tuaj. Çfarë do I thojë kryeministri po ta kishte këtu? Të gjithë njerëzit kanë pas dëmet e veta. Të gjithë janë të gatshëm të vinë këtu, por nuk vinë sepse e dinë që do jetë në vend shurdhër. A kuptoj. Atëherë, në vesh shurdhër e ke fjalën për bashki. Për bashki. Shumë bukur. Heqim një paralele të drejt për drejt, pra një vit të drejt për drejt, e zëm se ke kryeministrin kaq përballë. Urojmë që ta shikoj. Çfarë do I thoje po ta kishe këtu? Ti them unë kanalin aty, hajde hap kanalin ti ke marrë. Atë ka kryeministri, jo se ke unë. Ai merr përsi, hajde kanalin. Po kanal gjithë bashkia I ka, po bashkia po s'bëri. Po. 2023 se e ka televizioni tjetër. Po. Në 2023 kam qenë në dëgjesat publike dhe I kam sugjeru kretarës Sako që kanali dytësor që është nga Kastrati deri atje I kam sugjeru që të bëhet pa prish, sugjeru që bëhet edhe pa prish avllia, pa prish asnjë gjë. Duke u bë me luk, me fjalë tip lugu, ulluqe, si që bë lana, dhe me kapak. Se tha, edhe ajo kretari, atëre ma tha mu, tha me tu, pas mund ta bëjmë, tha, se mbyti prap. Jam dakord me ata, gjithmonë në rolin e specialistit I thashun. Dhe ram dakord 2023-shin. Po ka kalu 2 vjet më baba. Po, unë kam qenë kë shko shifit të shi verifikoj sa kërkesa kemi bërë në mund të lagjës kë komuna. Shko kë prefekti se e kum shkresën prefekti. Sa e kemi shku të kjo bashkia prefektura ju e s'japin ata. Po të shi, a qa që ka takatin. Është, a gje. Dhe këtare Sako e më tha mu, tha, ne do të bëjmë, tha, me si lana, tha, me kapak, tha, që aty ku të blokohet, e heqim 3-4 vetë, kapakun, dhe ram dakord me to. Po pse nuk u bë? Atë nuk e di më të tjerë. Po ja tjerë. 20 milion euro për hidrovorin tuaj. Ato nuk e di unë. Edhe për Se unë nuk jam, unë jam pensionist, nuk kem në I gjënë që të ashtu. Ty të faleminderit që flet njerë, sepse shkojmë në një zonë tjetër ishin deri këtu dhe nuk flisnin. Po jo, unë gjë këtu. Unë për vete, jo kishi u që erdhi, se unë çdo një plan me ra, pak shi, unë jam I përmbytur. E kam ngrit 2 herë shtëpinë. E ke ngritur, a? E kam ngrit 2 herë. Edhe prap mbytesh. Prap mbytëm. Do të ti ngresh shtëpinë. E kam ngritur, I kam bërë në bordura, 20 cm I kam bërë bordura, ka ditë parë komplet, prap o fot 30 cm mbi bordurë. Ajo vokallomat ke kanali ka 3 metra. Se s'është pastru qish, ka pres demokracia, se unë 97 ku marrë këtu. 97 Po para kjo zonë, a mbytej? Jo.
Mi fjerë fillimisht nuk ka qenë mbyt, s'ka pas majtë pik uj. Kjo nga Të shisë sot, 2016 mrapa ka fillu. 2016. po, që sa pastru aj kanal, sa pastru as tjerë. Qike, të bëhet qaj kanal, edhe është bloku kanali, mi fjerë kë rruga, që është këmbi kalimi atje, jo më dhe tubat vokle atje. Edhe kanali i madh nuk e përballon. Kryeministri thot siguroni shtëpia, çfarë do i Po thojë e ti? kryeministri ngjo këtu, ai kryeministri mirë thot ato vetat. Po ne shohim realitetin. Kryeministri jam dakord se Shërbejmë popullit. Ma kuptoj. njerëzit që ka kryeministri nuk punojnë. Ma kuptoj. Nuk ka shumë duhet mu kryeministri po ashtu se. Apo një njeri vetëm çfarë do bëj thuaj? Në planetin. Faleminderit. Faleminderit. Sa më shku që flasin dhe tjerët, babe. Prit, Po. unë si banor i lagjes, i bëj thirrje bashkisë në parë se jemi këtu në bashkinë e Durrësit. I bëj thirrje kryeministrit. Kryeministri ka 62 vjeç, unë kam 75 vjeç. Dhe le të kërkoj llogari te bashkia dhe fondet që japen, jo me i hangër me i pi, se çdo vit bëhet kjo punë, si do t'i japim në të ardhmen këtë punë? Ne kemi ministrin e kemi zgjedh që të na udhëheqë gjithve. Prandaj, le të mendoj, ose të mendoj edhe këtë, le të sjellë një 5 helikoptera 20, edhe të na çoj atje në Afganistan, le të na çoj diku në Si më ti në tokë tate, Po me s'ka, çon në nuk Afganistan. ka, unë jam shumë i zgënjër. Jam shumë i zgënjër për arsye se tani ka ikur besimi fort, sidomos në këtë përmbytje. Sidomos në këtë përmbytje. Ja ku janë ato mbesat e mia. Erdhi njëri ata pa shtëpinë, o babe. Atë erdhën të trokitën ke shtëpia. Kanë ardhur një komision, Po. kanë vlerësuar diçka, Po. po prap jemi septik. Pale paret që nëse nxjerr kryeministria, pale kush i merr. Do të vjohet më pas patjetër me një evidentim të dëmeve, ashtu siç kundër Bashkia e Durrësit e ka filluar një evidentim dhe një vlerësim të dëmeve të ndodhura të shkaktuara si rezultat i rreshjeve. Pse edhe kur të vinë nuk e besim se do t'ja. Jo, nuk. Jemi Pse ka patur përmbytje që s'janë dhënë lekë? gati çdo vit bëhet kjo. Kemi qenë me peticion te bashkia, te prefektura. Kanë ardhur ministria, jo se do ta pastrojmë këtë kanalin e madh. Po. Që ka lidhje te Kastrati, ka lidhje atje ku është Petrova që i ka bloku, te Petrova deri atje ku është kryesore që vujet te kanali i madh. Na kanë gënjur sa herë do ta bëjmë. Ato, ç'a bëjmë ne kur jemi në rrezik, çojnë një buldozer pastrohet vetëm pak. Mena hedh. Me hedh hysyve. Po i hedhin hysyve dhe Ne, media ajo, sa vjen se keq. thonë në media u bë. Bashkia e Durrësit Jemi dhe ne fajtorë është një aty, bashki kjo. e madhe dhe vetëm Durrësi Nëse përmes kështu. medias manipulojnë popullin, po. Vetëm Durrësi punojnë. Le të punojnë tani hidrovoret në rregull. Le të futet në punë. Ai hidrovori i vjetër si që ka bë dikur, kush e ka bë nuk e di, kanë bë hidrovore të reja jo brenda strukturës shkencore. Edhe 2 ditë ka nejtë ujë rajo. Pra duhet të mbyteni ju që të filloj hidrovori punë. Po, ose kanë mendu kështu, le të myten këto, një herë të provojmë. E kuptoj. Faleminderit. Faleminderit. Ja ti dëgjojmë çunat e rinj sepse kryeministri thot ktheuni në Shqipëri, thot investoni në Shqipëri. Jam i vetmi njeri që s'kam dash me hik nga ky vend. Jam i vetmi njeri, po si kësa rrallë, bjetë tërmet, u mytëm, a kupton, tu hik për shtëpie. Sen. As edhe një sen. E ke shtëpinë në nivel toke apo e ke të lartë? Ore të lartë e kemi, nuk na ka rastisur na herë, më ka shku deri afër shkallës, nuk më ka rastis na herë me më hy ujti në shtëpi. Si kësa rrallë, ore fare. Ka vajtu ujti ke rruga para, i kam me video, me foto 1 metër. Do mi sjellësh pak. Po, pa tjetër që do t'ja u dërgoj. Sa është dëmi që të është bërë në shtëpi? Po vetëm këtë verë për zotin, do vini t'i shikoni vetë, kam hull 6 milion lek vetëm mobilje. Ato janë gjitha tash në bord të shtëpisë për t'u hedhur kreta.
Unë vetëm një diçka du të them. Këta ta marrin shumë seriozisht këtë situatë. I bëj thirrje kryeministrit ta marrë shumë seriozisht. Kaq kisha me të. Faleminderit. O bab, sa vjeç je? 74 vjeç. Edhe 100, mbaj këtu. Bab, e ke të hapur, mbaj. Ju kemi ardhur po mbytëm. Po mbytë që është kësaj radhe. Kemi ngritur të shtëpit, po kohë çan ngrit. Prishim pasuria iku. Jo mbytën njerëz, mbytën det. S'kaloj dot, ja. Si ta shok. Po ti si ja bëre bab? Qa be i zbathur e usja bërë. Zbathur në bëruj? Po bëruj, qa do i? Temperatura minus, ti zbathur? Po i zbathur? po qa do bëjmë? Do të me aty me avion? Po s'kam. Qa do i kem e zbathur, me familje me te. E qa është? Po qa është varë për jetuar. Nuk është për qikuar të. Ku jam djel jam mirë, hajde ku bjeshti. Qa rrugë është? Kanali këtu të kemi e maci me kanali. Po? Ati ma ta nuk punon. Pastor në atë rrugës, është në 10 kanali këtu. është me tubacion. E kuptoj. E blokor. Po, e kuptoj. Mërvesh, që duhe, shteti dhe ndohë. E kuptoj. Mërvesh, s'ka që është. Sa veta je në shtëpi, bab? Ja, mu kam gëllë me plakësit, fëmijët kanë iku jashtë. Ikën të gjithë, ha? Ikën fëmijët, ja me plakën është. Po pse ikën më bab? Po ikën qatë be, se këtu jemi bukur, o Qa e vendi bukur e, po je i bukur se jetim punë, unë s'jam punë, djalim, bëroj bashu s'ka. Ja, të lutem, Berti, të lutem. Djalim, punoj, sa punoj, pa ikë do ikë familje. Me fëmijën këra këtu, qonë durë, qonë ati. Kurdo, e ja, kjo është jeta. Unë bytë, rrugë në ndër kalëm, gjithani, kemi 20 ca vjetë, rrugë pa i festoj vetë për rrugë. Si vetë, mo? Vetë, ate të qoj të rrugë. Vetë ke shtruar rrugë? Vetë kam shtruar me gjakë, me qafë. Si punë e kësaj rrugës tu? Jo, ate të qoj të rrugë, në shukë gropa. Shdo vit, edhe na 100.000 lekë në rrugë. Ere rrugën e kam ati. As kanalizime, Pra ky asfalti është vetëm rrugë kryesore? Po rruga që bukurie, ja, e bukur që jam të i bukur. Po qa s'ka asgjë. Vetë i festo, ku të vetë? Unë kam apë djetuar, drita s'ka. Të blet drita më të avem. Ore do, punoni o quna të ju si gazetar, ku do të kaj? Taksen e paguan, bab? Kjo si paguaj? O të sam takoj, ka paguaj. Shkot. Kush me lejën pa takse? Unë si paguaj. Po pjose... Po mirë, ti të thu taksen e paguaj, ndryqim jo. Pastrim, a ke? Pastrim, gjithë bërish. Pastrimi ati dhe i qëtë më tanë, posha. Pastrim jo, për kanale që tuën jo. Unë jam këtu në mes të shumë. Aja ti e posha e mbyte. Ska punë kanale, e mbyte. Pra gjithë kjo lagja për një kanal, e? Po janë kanale të mbyte, asje s'punon. E s'punon kanale. Jo shiko kërru. Shu ka qenë mote jetë, apo tani është bërë më keq? Po bërë, sa po vjen bukej po bërë. Sa po vjen, tani është bërë më keq. Jo, zotit, jo. 30 vjetë. Sa po vjen, më kej po bërë. Faleminderit. Po, babe. Ha, babe. E ke të hapur, babe? Unë kam 30 vjetë që kam ardhur Durrës. Po. Kam 4 fëmijë. Ti kesh me jetë? Na 4 më kanë ngelu vetëm një. Pse ma, babe? Ku ikën tjerë? Më kanë ikur të tërë. Më ikën se pam një qeveri të keqe edhe kriminele që nuk bëhet me gjikundi. Dhe ikën për një lekë më tepër. Kjo që me keqa, djela vetë me gruan. Kam një djallë së dinja, e kam një djallë. Në poshtë. Tani, kjo qeveri, mendimi tim heshtë helm për popullin. Po mbi më bab, ti thu kjo qeveri, ti ke 30 vjetë në këshu. Po këshu kemi kaluan, ishim qikë më mirë në parane. Pra, qikë më mirë, tani u bët qikë më keq. Qikë më mirë, gjo. Kura kishte sali u ta zem që në të bjem shpet e shpet. Do më një ishte diçka më mirë, kur ishte sali u. Kishte të metat e veta, pa ma këshu si që beri kë, sa e mori kë unë për e saptim si familje nuk kam gjënë dakord fare. Tani mos merrni me politikë, vim të problemi fare. Mos merrni fare. fare. Kanali, babe. Jo, u thash të vazhdoj. Thot pasaj Kazan Legena, ishte e kam mësuar këtë. Jo tani, unë për kanalet, jam dakord me atë që foli njëri aty. Po. Tha që duhet kanalet pastruar, ore, po kanali pastruar në verë, nuk pastruar të ashtë i mes dimërit. Kjo është turp i madhë, qari më ngonë. Pse nuk i pastruar me altë më, orë Shqipëria është një vërë shumë i vogën. Që e i pastron kanalet i regohen gjatë verës dhe është qiqë qyteti. Ulluni ju lutem, po këtu është turp i madhë, more. Kjo qeveri e shkundra popullit, more. I maskereshqin gjithan. Qa do bësh ti konkretisht
Se këtë mendimin tënd e kuptuam, çfarë do bësh ti konkretisht dhe ju banor? Çfarë do bëni nga nesër? Apo do pristi kur përmbyteni prapë? Dëgjoj tani, ore, ne s'kemi që bëjmë. Bashkinë e kemi shumë të keqe. Asnjë gjë s'bën. Merr lekët, i fut në xhep, edhe në popull i mbytet. Po ajo deklaron arritje, kam shtruar kaq rrugë, kam... Ore, ashtu gënjej sa duat ata. Debat me ne këtu Ata gënjej sa të duat, po duhet që të vinë të shikojnë gjendjen këtu. Ama ashtu ata ja shpjen, hanë, pinë Durrës brenda, ata kryesorët dhe populli e lanë maskareshët. Kur ka ardhur kryetaria e bashkisë për herë të fundit tuke lagja juaj? Fare mo! Ore, unë e njoh vetëm na televizori se nuk e njoh punë atë, hiq. E kuptoj. Prandaj që ky popull e tha mira që ju gënjem që erdhëm të Durrës, po në herë për më mirë, për familjen tande e Bokëndeja. Por aman këto vjetë e fundit, këto 4-5 vjetë, këtu njëherë nuk banohet. Mitë në kanik? Nuk banohet. Na kanë mitë, na dërgojnë ai leka dhe na thonë Kenia, po s'keni ai lekë. Po, tani... Qa të bëj fëmija i shkretë? Qa të bëj, pa i ka fëmijët e ti morë burit, dhe mi ka me 4-5 fëmijë. Neve u maskaroshëm si popull, si do mos plejt njerë, turp të vi ati kryesorit, që na gjenjen me 5 lekëshe. Turp të vi ati maskaraj. Sa e ke pensionin më me që ma kujtove? Unë kam 108 vjetë, ama 57 vjetë punë. Kam punuar edhe në kooperativ, ka dhe në kontribut për të paguar më mirë. Sa të shkojnë ilaçe? Ilaçe? Po ilaçe vjen aty 80-100 mijë lekë kur tha ky. Pra 80.000 lekë të mbeten të gruan me... Si? 80.000 lekë të mbeten për bukë. Po s'jelen as 8 vjet ato. Me borxhe merr andej merr këteja, na njerë me dërgon fëmijët, po ata e halletin për vete se ka fëmijë. E kuptoj. Edhe neve si popull jemi kaq keq që nuk e merr me mend. Që këtu një kryetar kooperative të kishim para, këtu e mbante qiqër të qeveri. Pra po thua që ishte më rregull atëherë se tani? Vallaj më në rregull, po që bëja në veri se kishte ato ligjet e tjera i pa. Atëre kanë qenë namër. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Kam dhe shumë njerëz të tjerë që do flasin. Tu ndodhem lagjen numër 14 në Durrës. Janë të gjitha vila. Njëra më e bukur se tjetra. Çështja është se shumë të rinj kanë ikur. Kanë ikur sepse këtu përmbyten vit për vit dhe nuk pastrohen kanalet. Ka që thjesht është, për këtë përmbytet Durrësi. Me njëherë pas publicitetit. Rikthehemi miq, ndodhemi në lagjen numër 14 në Durrës. Kam gjitha banorë që kanë dalë në rrugë të madhe sot në të ftohtë. Kemi dalë në të ftohtë bashkë me banorët për të sqaruar se pse mbytet kjo lagje. Të gjitha shtëpitë janë hapur për t'u ajrosur, janë kalbur të gjithë shka që kanë patur në katet e para. To do t'i dokumentojmë edhe me familje dhe gjatë gjithë emisionit ju do i shikoni, sepse ne flasim troç pa filtra. Nuk flasim me ka politik, kemi ardhur në popull, këtu janë të majtet djathtë bashkë, të gjithë kanë gjendin hall për mbytje. Si quhen zotri? Përshëndetje, quhem Mensur Biçi. Jam Tibran, kam marrë nga Dibra. Kam marrë vitet 97, 96. Nuk ishte mirë në Dibër? 20 e kusur vjetë këto. Ta kuptoj. Nuk ishte mirë në Dibër se vendi bukur, Dibër është... Vendi më i bukur se sa Dibër nuk ka në Shqipëri. Por erdhë për një jetë më të mirë këto se bën dimën e ne. Këto, na, që si shto kretë, thonë e ju, këto na zoni ma e keqja se sa bora. 100 herë mazi se sa bora. Unë jetëj, a 200 metrë për këto. Poshtë, jam afer kanalit që gjithë njerëz, thonë kanali. Unë kanalin kam ja 10 vjetë bashkë me këto bashkë qatarë dhe mi, që e kam kërku kanalin. Kam qënë dhe ke zonja Durrës. Kam qënë veti treti. Na e mundësejt dikush për shku, se nuk na pranon me. Me shku me i thonë, po. Me shku të thosh që, që është tokë, që dera bashki, sa thot nga jam primeriu, nuk ke derë të hapme. Pse këta Shqipëris mesme kanë derë të hapme? Se di. Nuk e di, u flasë për vete. Oke. Kam shku, nuk më kanë mrena.
Dhe ke shku me ndërmjetës, pastaj. Kam shku, pas e kam shku me ndërmjetës, edhe veti katri na dha një fllatë në ikëm. Erdhëm ke shtëpia. Na tha të vinë, nesër, ditë hon, të vinë njerëzit të bëhet, të kthehen absolutisht asgjë. Të flasim për kanalin. Rruga Ksanthia Kalavaçi, quhet e rruga ime. Ajo rrugë fillon prej një shtulla ke tregu, e vije ke tregu, ke shkolla, edhe del ke Dërgutozal. Është vetmja rrugë që kalon makina, që kalojnë fëmijët për shkollë, që kalojnë gratë për në trek, që kalojnë burrat për në punë, që kalojnë, dhe më thonë, pa atë rrugë, është pjesa tu e poshtë, është e vdekme. Ajo rrugë është. Ke shtëpia ime, ke kjo rruga këtu. E deri 300 metër, kalojsh dhe kanalin, është e pastrume, është e pa drita rrugore, është kanalin mes, është mënerë në falë për shprejnë, është halet janë si për rrugës. Se s'ka kanalizime ujë zeca? Ne kemi, absolutisht nuk ka kanale. As këtu ku jemi ne s'ka kanalizime? U fol këtu. Po, zotni, flasuni. U fol këtu për hidrovore. Nuk ta duhet hidrovori ne. Se ne se kemi pa hidrovori. Na u hapë hidrovori, a u boj hidrovori, as u boj hidrovori. Kjo është bie kjo. Dhe më thonë, mos ta akuzojmë kot. Ta akuzojmë për atë që kemi për para. Ta akuzojmë për atë që unë bytëm dje. E deri këto ujti, makina ka dalë jashtë përdorimi, shtëpia ka dalë jashtë përdorimi, çfarë të thot tjetër uti. Tashi, atje kemi shkruajtur në anko. Kemi shkruajtur unë për vete. Kam shkruajt deri atje, ka i gjati. Ti ke shkruajt deri I kam shkruajt dhe ati. Për çfarë rrugë? Përgjigje asnjëherë s'kemi marrë. Absolutisht asnjëherë nuk kemi marrë përgjigje. Po mirë, deputeti i zonës, sa ka deputet kjo zonë? Çfarë deputet më lostësh? Deputeti vjen atë ditë kur kërkon votën, edhe nuk vjen më. Sash ajo rruga atje, se ka ngel ashtu. Ka ngel vetëm prej meje. Edhe për ti, djalit këtu. Si për te, po ti ke shku për mirë. Ka ngel prej meje. Pse ka ngel prej meje? Unë zotni, ç'të të thëj. Dhe kemi për këtu, të shkojmë rrugën ke sekretari i Partisë Socialiste. E ka shpinë atje, ka nërë makinat atje, me zhavor, me të ushtru rrugën. A për meje. Për atë mbytimi dhe sot, se ka ardhë, ka dalë fondi, me të thonë me kam thotë, nuk mundet ta argumentoj, ka dalë fondi edhe zotnia Fatmir, si e ka hajba, si e ka hajbi. A, ti nuk e din ti, a? Fatmir Merkuri. Fatmir Merkuri, e ka hek se ka vlinë, në atje, plesë një kalon këtu, bleu shpinë Durrës, drejtov shkollës. Ta më dhe një preket avlija ati, po thua? Po preket avlija ati. E ka avlin, e ka zonë kanalin komplet. Herën e pare ka zonë aj, mos e ka zonë dhe tjetë poshtë. Edhe, kur vjetë fondi për të bëhe kanal, nuk bëhet. Sa tjetë, Fatmir Merkuri që ka ishte, ma me imën, kjo ka se unë që ati dhe imi, e kam komësi për pas, edhe, kjo është gjendja aktuale e jo. Pra, gjithë kjo lagje kërkon një kanal. Po, gjithë kjo lagje kërkon një kanal. Gjithë kjo lagje baras me një kanal. Baras me një kanal. 350 familje, shtu, si shef. Po ka 10.000 pavujta familjen muaj, llogaritin me vite sa miliarda lekë. Për 300 zotë, kemi dhe një gjë tjetër. Kemi kanalet e zeza, i kemi në mena. I kemi me grëp. Këtu grëpa për një ditë e këtë mushme. E në të banja të për jashtë. Nuk ka. Pra ti kur përmbytes të dalin dhe ujrat të zeza nga poshtë? Përmbytu më unë zotni. A diti që unë përmbytu për ditë, për ditë për të bje shi, një vojtë shi të bje, unë jemi përmbytu. Jo unë. Po komplet ne, rruga qofsh, rruga zje, është e përmbytme. Fëmit, unë kam qap telefonin të shitë që t'jap argumenta. Kam njerëz të zhveshën, kam njerëz, kam fëmit vegjel që vihin në për uj, kam njerëz që leon shizmet këtë dera ime, edhe shkojnë shkollë. Këto është katastrofë, këto është Afganistan. Mati që nuk disha thonë, i bëj thirrje qeverisë, thirrje bashkisë, se s'ka më në herë thirrje për neshpo, në sëtim të shpezu. Mos thot që zbita gjë. Të lodh gojen, edhe i bëj thirrje të vire të shohin këtu. Mos e jetim të thirrje, jo, zënja. Le të vje këtu këne, ne nuk të e hamë.
Do të jemi në terren gjatë gjithë kohës dhe për të përgjigjur qytetarëve dhe për të punuar sa më shumë që ta kthejmë në normalitet situatën, duke shpresuar që edhe ditët në vijim rreshtit do të kenë një kapacitet më të ulët, sepse sot dhe dita e sotme nuk ishte e parashikuar me këtë volum që pati qyteti i Durrësit. Tjesh bashki, që 20 e sa vjetë nuk kemi pa një njëri këto. Një, kishtë ardhë i bashkisë dhe të thoshtë, ose qa halë shkini ju, ose një deputet, ose një kryetar partia, ose një kryetar, nuk e di qatë thotë. E kanë zgjedhur ata se votën ju amarin juve. Shtojën organizot një shqetësimet tona, edhe bëri filmime, shkoni në për rrugë, shkoni në për... Ne do shkojmë kudo ku ti ke thënë, çfarë do gjëje që ti ke thënë, ne do shkojmë ta dokumentojmë. Ta dokumentojsh edhe që të t'japën këtu. Edhe ato që ke ti, të gjitha do t'i publikojmë. Sirinet, i ka filmimet. Çdo media që ja keni çuar, mirë keni bërë, sepse për aq kohë sa flisni, ne vim. Për mu, çështja është kur ju të jeshni. Kur shkoj ti ku pi kafe, lagu shep burrët. Sa ti mrena më thonë mua, e rregullove kanalin. Është e vërtetë as është e vërtetë? A është e vërtetë? Atë ditë kur po mbytën u thash po, thash, e kam rregulluar. Ha mar, ku i ke, pse ka me çizme më thanë mua. Ja me çizme thash, po të kisha vesh çizme gjë tie. Sot thash po ju, ai na ka hiu ti mrena njëri, na ka hiu njëri mrena. Kjo është ajo se unë kërkosha kanalin. Përmbyten ka shumë familje që përmbyten dhe kanë frikë të dalin. Po pse mund të kenë frikë të familje? Po këtë gjohën, sepse ka frikë. Ka frikë se babaki ka dhënë votën, kanë marrë në lekt, e në së ndalin ato, se si t'japës pakush. Qa, si ku dohëti? Shumë e trisht. Ka frikë, e kemi për punë. Shumë e trisht. Sot vje, nesër tekaj. Qa ti bësh ati? Po mi më ti e mbyt. Po i mbyt. Po të mbyt ma shumë ajtë, e ka mërë fyt. Faleminderit. Faleminderit për ju. Faleminderit. Në bashkë. Si të quajnë zotri? Ibrahim Hasa. Sa vjeç je Ibrahim? Unë jam 66 vjeç. Edhe 100. Mbaj pak afër lutem. Unë panoj në lagjen tjetër poshtë, edhe unë kam pasur atje problemet e mia. Pra të gjithë to lagjet kështu që janë rresht, të gjitha kanë të njëjtin problem. Gjitha të njëjtin problem ka. Gjithanej ujë det. Unë kam gocën këtu. Po. Është ajo rrugica e para. Po. Ka ardhë dhoni nga Greqia, aty u mush 18 cm ujë. Te rrugica? Te rrugica. A i ka avu një pompë që punon për herë, kur bishi, ajo pompat këtë herë nuk bënte punë. Ka shku në firë, ka marrë një pompë me qera, e ka sjell këtu, e kemi montu në përshit. Po? Ka punu pompa 24 orë që ka heq ujtin aty në gaqe. Tani rrim te pompa, tani ti kur e ke gjithë det, ku e çon ujin se ti edhe po ta çosh E hudhëm ka i kanali 80 metra larg, e hudhëm ka i kanali pa pastru fare. Kur ka marrë të nesmen, erdha të nesmen këtu, punohte një fadrom aty. Po tur prej Zotit që në përshit të hapen kanalet, pastrohen kanalet në përshit. Tashti edhe ai bufi e di që kanali bëhet në verë, jo në dimër. Këto 50 milion euro që do i hudha i për që përmbly njerëzit, këto 50 milion euro t'i bëj kanale, të rregullojnë hidrovoret, të rregullojnë rrugën, kanalizimet. Kjo është prapë duket. Sepse ne do kthehemi prapë në të njëjtin vend. Mbas 3 muajsh, pra do vim prapë këtu për të njëjtën gjë. Për të njëjtën gjë. Ja ta dëgjon të lutem. Tashti nuk e di. Nuk e di a do na vej njëri veshin apo do na vej njëri veshin. Ju s'do ta lini me kaq, do të vazhdoni aksionin tuaj derisa të dëgjojnë. Po ku të shkojmë tani? Jeni gjithë njerëz, bashkimi bë fuqin. Ajo bashkia nuk do ta di për ne fare. Situatën e kemi në kontroll në këto objekte dhe do të vazhdojmë monitorimin deri në rikthimin të situatës në një gjendje normale në qytet. Nuk do ta di se ku jetojmë ne. Ne pyet atë bashkisë, cila lagje është më keq? Ajo besoj nuk e hap gojën. Nuk e hap gojën. Ajo nuk di. Nuk din as këto se ku janë. Unë nuk e njoh këtë plakun.
Ta mirë, mirë që më kujtova, a keni krye plak ju? Nuk e di. Jo, duhet keni një sapo. Unë nuk e di i plot fuqishmi kush është këtu. Kush është këtu? Ndodh diçka. Në një pallat në një pallat atje i vën me deputet, me antar këshillit, i vën atje të gjithë. Ata që përgjigjen për ju. I vën me një pallat, mikë të tyre shokë nuk vën në komunitetin. Ne kuptoj. Tashti, dëgjoj, ai thonë Rahim ka prish 400-500.000 lekë vetëm shpenzimet e ujtit. Ka marrë 100 euro në ditë të pompën me qera. E ka marrë e ka çu atje. Pompa ka punu 24 orë non stop. Makinat ishin prish të dyja në garazh, që ato kanë hongër ka 500-600.000 lekë. Një pakete asaj makinës ishte djeg bote 300 euro. Edhe ato janë prishur? Ato janë prish, plus që makina me sëndile, me gjitha gjolla, ato shkatru fare. Po, në shpika, bërdo me brenda? Brenda jo, o djek pompa që ka hedh ujtin në... Pompa që hedh ujtin lartë në shtëpi, ajo është e djekme. Edhe balde ka mundu venin krejt. Ti pas ke shpëtuar me kaq, se të tjerët më thanë që je shkatru çdo gjë, se i ka hyrë brenda nga gjysmë metri. Ajo është më lartë si shtëpi, po problemi është se aty s'ka kanale dhe mblidhet ujti gjithë aty. 70 cm, hajde shkë me shofim ku është sheja, ti duket edhe zot. Faleminderit. Hajde, inshallah. Shpresa në Zot. Përshëndetje. Me ato nuk është problemi më se punë në natyrë se punë, po ne kemi faj si lagje gjithë tu. Ky kanali që është ne që na myt ne, se mu ka rruti ke shtëpia gjithë një shtollës, se jon 5-6 shtëpi këtu që nuk duan me pësh avllin. Po e than zotrin. Do shkojmë edhe ti filmoj. Nuk du me pësh avllin, se ka vu avllin atje myt me ne. Se unë për shembull kam 3 ditë rinuj. 3 ditë? 3 ditë rinuj. S'ka ardhur kush atje as ta nxjerr me bote? Erdhën me bote. Po pse e mysim ne? Se janë 3 shtëpi që thonë na nuk pishim avllin. Megjithatë ju si shtet. Këto që janë shtet nuk di çfarë. Në media jemi, fjalën e kemi parë. Media jeni ju. Shteti? Po? Shtëpi me buqet ta marr përpara. Ki marr me zonë kanalet tu, myt me ne. Se mu vjen ke shtëpia. Ini shtull edhe në shonë vjen atë. A pra, janë 3-4 shtëpi këtu që janë të fortë, thotë unë nuk e kam fut avllin atje në kanal të nuk e pesh. Kush nda? Për një nda. A pra, pishu është. Me shtetin komë viti shofet e prish gjitha me radhë, e ne po që ime ta prish. Po shtetin e na kap me vot 2 dritare atje në balkon mes Tiranës, të kapet fut në burg. Për ndërtim pa leje. Po si ka mundësi ata ka ndërtuar? Se ka ndërtu pra, se i ka bu Sali Berisha e Edi Rama. E një gjithë bashkë. Kanë mbështetje politike. Pra, po të shqipër hapë shive. Po do vita shoh, po unë nuk i di se kush janë ata, ti njeh. Se ti e i kësaj zonë. Unë vita të shif kanalin, që të shofun e të. Kanalin, po më janë. A ka artu ti, hashtë pra shive. Kur ti të shofësh emisionin, këtë emisionin, nëse në do të shikosh që çdo fjalë e jotja, asnjë fjalë nuk do jetë në ajër, po do jetë e shoqëruar me pamje. Asnjë do jetë pa pamje dhe vetëm kështu. 35 vjet do më nga si. Mos e na myt, na fikët dera. Po ne jap të shihim çfarë do të tash. Të fika unë. Jo ka tjerë, jo. Faleminderit. Kush do flas tjetër? Nga flasën e zotria. Fola që parë. Jo, s'ke fol për... Fola. Unë i mbytur jam, s'kam qa mbytë me. Po i më të shke të Po qa të flas me, unë s'kam qa flas. Jo, ideja është që ti ke fol për edicionin informativ. Po fola për edicionin edhe këtu, ja, unë kam 30 vjetë, këtu jam i mbytur. Ja, unë tëre që kam pajiset brenda, jam tëra nuj. Unë s'dishtit be kam dalë me qirakut vete. Se unë s'panoj do të katë parë. S'panoj do të më vla, jam i mbytur. Po ka dytë a ke? Ka dytë, ka vla e ka të dytë. Do më të ti e jashtë? Unë jam për jashta, në apsajt. Jam vete i 4 me 2 fëmijit edhe s'kam go vete. Do më gjithë kjo zona është bërë për pas një katë bosh edhe me jetu nga dytë? Ta kesh rezervë. Po nëse kemi rezervë, se s'kemi mundësi. Ja kjo është. Kemi vatë disa në bashki, me vitet të tëra, se unë po them kam 107 këtu, edhe asin lojës bet. Unë jam atje fund s'kolinës. Mua më vjen uji i pari, pasaj vjen këtu lartë. Ama unë jam i mbytur t'i poshtë. Unë e tjedi gjithë kjo lagje. Ti e ka prish avllin me kalu traktori me pas. Pra ti e ke bërë punën tënde si qytetar. Unë kam bërë punën time si qytetar. Unë si fajtor jam që kam quar avllin atje për momentin, se ishe e fillimi, si gjithë të tjerët, e bera i pari. E bera i pari, bera unë i dyti, i treti. Kur erdi punë atashi, erdi momenti më thanë mua mëra urdhër, da prish avllin, e prish unë. Jo avllin, po dhe shpinë e prishnja. Komplet. Aman, kështu është ajo, s'kan ardhur asnjë.
Jo është e gjitha. Pra mbetet pengi disa familje. Ngelet peng disa familje, domethënë Gjysma. gjysma, të komplet, siç është kjo lagje këtu. Ne do ta monitorim gjithën me dron. Bravo. Po s'jam shumë të ky. Jo, bravo i qoftë me vërtet, se Mua më ka krituar, më kam bërë kritik si person që jam unë. E më ka thënë që ti e ke bllokuar kanalin, nuk jam unë që e bllokuar kanalin, unë kam bërë një pavlli. Avlli si kam dhënë shesh. Nëse nuk beson njeriu kush avlli im aty më atan, ja. Shkollin e dytë edhe të vinë e dalin. Se pastaj del kjo këtu e treta. Është e para, e dyta dhe e treta. Me kuptoj. Edhe komshiu që kam më krej kam thënë ka avllin, hape. Tani ai kanali është fundori. Ti ke kanalin këtu dhe kanal tjetër. Problem. Se nuk keni vetëm një kanal. Jo, unë flasë pësi atë që kam atje. Ai kanal atje, ai më ka mbytur mua këtu e 30 vjet. Ai më mbyt mua. Këta këtej mbysin këto kanalet e tjera. Ta mbysin të tjerat. Ha kjo është. Se ju jeni tradhuar nga kanalet bllokore. Se shumë veta nuk e din më këtë lagje. Kanë dalë të gjithë këta, po ne kemi të Argasi, të Petriti. Po. Tash ti kur është bërë rrethi aty, se është kanali madh më ta, që ai ka rruga për Durrës. Po janë dy tuba ti që robin kem ose një mjet. Sikur nga na rrethi dhe lart, ku është pikë Petritit, janë kaq tuba. Ku do ver? Është në kanaliteti që ishte më ta në shkollë, ishte shumë gjerë. Çka strati? Edhe te Petro që ka biznes. Pra po të zhbllokohet atje, po të zhbllokohet atje që të virën tuba të mëdha, ose të hapet edhe një gryk tjetër, që është pak më lart te kastrati, që është krau në drejt tutje, domethënë neve shpëtojmë. Se ne unë po them, ka vite të tëra sot, unë që jam në fund fare, kam pasur ujë diku. Sa ka kaluar afër Zoglës, se sot zoglatura nga 20 që kam qenë unë, kanë kaluar 40 pont. Se jemi mbushur, pak unë, pak teti gjithë. Si pas mundësi, si kemi patur, po sot nuk kam më mundësi që është një shumë katastrofe madhe. Ja, kjo është. Sa i ke mbi nivel shtëpinë që të kriju edhe një det sa të ka hyrë? Mua ka hyrë 30 cm. 30, edhe ja 40 asaj ke nivelin e Zoglës këtë Vati 1 metër, mu këtu ja kam. Një edhe plus ajo? Po, plus asaj. Mbushë. Është mbushur. Po liçen aty. Liçen, se edhe komisioni që erdhi me çizme si puna jote, plu ota mo që ke lartë, se kishte dalë ujë, kishte ikur pak, pa bori ishte komplet. Se unë jam i fundit fare. Jo, unë po të gjithë ke pamje të momentit ku ke qenë i përmbytur? Ke filmuar? I kam të gjitha. Okej, do më japësh të gjitha ti dokumentoj. Sepse edhe unë edhe ne i kemi atje. E ka folur. Atë flas, çfarë flas? Jo. Pastaj bëjmë një biznes. Misemi, këtu ishin të thënat troç të banorëve të lagjës numër 14 në Durrës. Më hapur më troç se kaq, përmbytja ka ardhur në kanale. Do shkojmë të shikojmë, do t'i provojmë të gjitha me pamje dhe me fakte. Tani, 30 e ca vite demokraci, e të mos bëhen 2 kanale, shkulmi. Të mbytet një lagje me 350 familje, për 2 kanale, është kulmi. Dhe ne kërkojmë të andarsojmë në Bashkimin Evropian. Ky ishte emisioni Fol Miq, emisioni radhës do t'jetë të premten tjetër. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë.